Për flok të gjatë dhe të shëndetshëm, është shumë e rëndësishme që të paktën një herë në javë të bëni një maskë. Sot do t'ju tregoj maskën që unë bëra. Për këtë maskë duhet një e verdhë veze. E verdha vezës e pasur me vitamina dhe biotin do të ndihmojë në fortësimin e flokëve. Do na duhen edhe 2 lugë me vaj ulliri. Vaj ullirit përmban antioksidant dhe vitamina që ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të skalpit. Gjithashtu ndihmon edhe për majat e çara. Do të na duhet një lugë me vaj kastori. Vaj kastori trash qimen e flokut, ndihmon në rritjen e flokëve dhe në mbushjen e boshllëqeve, sidomos në vijën e ballit. Do të na duhet edhe një lugë me kos. Kosi do të bëjë të mundur largimin e qelizave të vdekura nga skalpi, gjithashtu parandalon tharjen e flokut. I përziejmë këta përbërës të gjithë bashk. Do ta aplikojmë në rrënjë dhe në të gjithë gjatësinë e flokut, duke e mbledhur me një qese kuzhine dhe e lëm të veprojë për 30 deri në 60 minuta. Më pas e lajm flokun si zakonisht. Duhet keni shumë kujdes kur vendosni balsamin, gjithmonë vetëm në gjatësinë e flokut dhe jo në rrënjë. Ndaje këtë video me një shoqe.